Do të shkojmë tani tek Te një shqiptar, po ashtu. Natyrisht këtë radhë në politik. Po, do të jemi në politik, por do të Ja, flasim. po zema mal ku dëgjojmë që edhe politikanë të ri me origjinë shqiptare ose me nuk e di nga Këtë herë shqiptar ne kemi nga Kumanova, i cili do të jetë në garë për të parin e Qyrihut. Doja të thoya vetëm këtë si përmbledhje Meta, nuk është i vetmi, sepse kemi dëgjuar shpesh të tjerë shqiptarë edhe nga Kosova edhe nga Shqipëria, po na bëri shumë përshtypje sepse mediat në Zvicër dhe më pas ne përkthenim këtej në portalet shqiptare flisin për këtë emër që sapo e përmendi Merita. Përparim Avdili, i cili është 38 vjeçar dhe është marrë me politik për një kohë më të gjatë, ambicjet i ka edhe më të larta. Përshëndetje Përparim. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Besoj se na dëgjon. Po e dëgjoj. Si je? Mirë shumë, faleminderit. Atje në Zvicër, ju politikanët zgjoni herët, besoj apo jo? Jo vetëm politikanët, po krejt. Me punu. Diçka po më duket e çuditshme, por edhe po më pëlqen. Jemi mësuar që politikanët të shohim pa krevat dhe pa setër ose sako, vështirë se ishe. Përparimin po e shohim dhe shumë zakonshëm. Po atje janë popullon Merita, atje janë popullon në Zvicër, janë sportiv, punojnë. Në fakt sot jam në ditë fushate, ditë pune, po situata është e tillë që jo çdo herë është nevojshme me shku me kostum, kështu që Apo dukesh serioz mjaftueshëm me këtë veshje të rëndomt. Unë besoj që serioziteti varet jo nga veshja, po nga veprat, kështu që më pëlqeu kjo shumë. Mirë, Përparim, na thuaj, ti je zyrtarisht kandidat për kryebashkiak të Qyrihut, jemi sakt në këtë që po themi? Po. Jam aktual, jam njëri ndër kandidatët për kryetar të Qyrihut, i nominuar zyrtarisht nga partia jeme liberale FDP. Që ju e drejtoni atje? Katër parti tjera. Ju e drejtoni këtë parti atje në Qyrih apo jo? Po, jam edhe kryetar edhe aktualisht jam në kuvendin e qytetit Qyrihut dhe jam shef i opozitës në kuvend, sepse partia jonë është partia e dytë dhe ne u udhëheqim opozitën këtu. Po, në fakt je shqiptar faktikisht dhe në një farë mënyrë mund të quajmë edhe zviceran lirisht, sepse qysh në moshën 8 mujore veç ke emigru dhe një jetë të tërë ke bërë në Zvicër. Po, unë jam i fshatit Llojan të Kumanovës, kam lindë atje madje. Mandej prindëmi si shumë shqiptar tjerë kanë shku më herët në Zvicër për punë, qysh në vitet e 80-ta, diku 8-10 muaj shumë. Ne mandej kemi bashkanit babës tonë edhe prej asaj kohe, domethënë që 37 ca vjet jetoj në qytetin e Zyrihut këtu. Këtu jam rrit, jam shkollu, kështu me radhë dhe angazhuar politikisht për vendin tim këtu për Zyrihun pra. Zvicra natyrisht një burnin si kryeqytet, por ne shqiptarët e njohim Zyrihun si qytetin më i zhurmshëm që nuk ka pllombë dhe këmbë, ose i dyti është shqiptar dhe flet shqip atje. Besoj se edhe ti je në këtë konfirmim, do kesh mbështetje nga shqiptarët, të çfarë? Sepse ka shumë. Po, padyshim, Zvicra formalisht nuk është kryeqyteti i Zyrihut, formalisht nuk është kryeqyteti i Zvicrës, por është qendër ekonomike, qendër kulturore e kështu me radhë, edhe qendër edhe komuniteti shqiptar pra në këtë rast, derisa krejt qyteti i Zyrihut ka diku 461 banor, mendojmë që të ketë diku 25.000 shqiptar ose banor me origjinë shqiptare, le të themi, kuptohet me gjenerat 2-3 në kështu me radhë. Besoj që kam edhe mbështetjen e shqiptarëve këtu, sepse kam edhe angazhimin tim për komunitetin shqiptar qysh me vite, si njëjtë me angazhimin politik, përmes organizatave të ndërmarsve shqiptarë zviceran, organizatave kulturore, sportive, kështu me radhë, unë jam ndër tjerat edhe në kryesinë e FC Kosovës, klubit futbollistik FC Kosova, i cili është ndër klubet më të suksesshëm futbollistik të
të shqiptarëve në Zvicër, pra. Kemi në ligën e parë. Ti veç vetëm numrin kur e përmende, i paske fitu votat. Nëse të votojnë Nuk është aq lehtë, sepse Jo lehtë, absolutisht jo. 25.000 shqiptarëve, jo gjithë kanë drejt vote, mendojmë që diku 10.000 ndoshta kanë drejt vote. Që nuk është edhe ky numër i madh, kuptohet. Mandej e kemi edhe një problem që jo krejt votuesit në origjinë shqiptare pra që kanë drejt vote, jo krejt dalin me votu. Sepse një numër ndoshta i madh vazhdon mos me u sensibilizu për procese politike këtu në vend. Si jo më përparim, shqiptarët tanë, kër në përzgjedhje vinë nga diaspora me votu në Kosovë, e nuk po e votoj një shqiptar që është atje, nuk e besoj këtë. Po besoj, duhet me pa realitetin edhe, ata persona që shkojnë atje, është një krahasim është prapë vazhdon me ngel një numër i vogël i krejt shqiptarëve që janë këtu. Merita, unë e pyeta... Për këtë arsye edhe në fakt edhe sa i përket këtij aktiviteti të shqiptarëve që shkojnë atje me votu, që është absolutisht e drejtë tyre, është mirë edhe që kemi këtë mundësi. Unë gjithmonë i bëj thirrje shqiptarëve që të angazhohen edhe ose sidomos në rast të parë për vendin e tyre ku po jetojnë, ku paguajnë tatime, ku fëmijët e tyre po shkollohen edhe po rriten, edhe kemi lëshuar raj, pra ta shfrytëzojmë edhe mundësinë demokratike politike në këtë vend. Të pyeta kështu sepse unë dje takova një mik që nuk ishte në kantonin ku ti kandidon dhe unë për momentin e kisha harruar i thoja një emër tjetër, dija vetëm mbi emrin dhe tha po more kush nuk e njeh është kandidat për Cyri, për parim tha e njohin krejt, tha këtë ke nesër në program, se më pyeti kush janë të ftuarit nesër në bisedë si për të njihnin krejt shqiptarët atje, kështu që besoj do ta kesh dhe mbështetjen. Po, shpresoj që kam mbështetjen, sepse siç thash që kam, shata jonë ka bo burë deri më tash, sepse unë jam kundërkandidati kryesor, siç e thash, prej rolit tonë që kemi rolit tonë politik këtu, kam mbështetjen në të krejt qytetarëve, se fundja unë po garoj për kryetar të qytetit të Zërit, dhe bëj thirrje krejt qytetarëve që të më votojnë, do të jem edhe kryetari i krejt qytetarëve. Por normalisht, do pas parasysh që jam vetë shqiptar, edhe në kontakt vazhdueshëm me komunitetin shqiptar, siç e thash, përmes organizatave të ndryshme, po shpresoj që edhe shqiptarët pra të mobilizohen kësaj radhe masovikisht që të shkruajmë histori, pra që për herë të parë një shqiptar të zgjidhet kryetar i një jo vetëm komune në këtë rast, por qytetit më të madh të Zvicrës me këtë peshë ekonomik. Pastaj ta bëjmë kanton të Kosovë, së Cyrion. Cila është pika më e forte e përparimit, sepse natyrisht që qytetari i Zvicrës e sheh planin, programin, bazohet shumë në atë dhe duhet të dish të joshësh. Për dallim nga ne shqiptarët e tjerë që pak jemi më emocionale dhe lidhemi më tepër me lider apo me parti politike, pa e patë shumë se çfarë ofron Thënë ndryshe, kemi nisur me bët diçka ndonjë rrugë, siç bëhet këtu për shembull, ja. Dhe mos harro se ka nevojë edhe atje për shumë rrugë. Këto rrugë kemi bërë deri diku, besoj, po normalisht edhe këtu hallet e njerëzve në qytet janë të ngjashme si në qytetet tjera. Është problemi i banimeve, nuk ka banesa mjaftueshëm, një pjesë e banesave janë shumë të shtrejta për një pjesë të njerëzve, domethënë do të zgjidhet edhe ky problem. Andaj problemi i trafikut, siç është edhe në Prishtinë, domethënë këto qytete të mëdha pak a shumë kanë probleme të ngjashme, ndoshta këtu i kemi problemet më luksoze në krahasim me vende të tjera. Po prapë edhe unë jam në Parti Liberale, ne kemi një program liberal, Partia Liberale është partia e qendrës së djathtë, cila ka edhe një program të qendrës së djathtë, pra, që fokusohet në forcimin e ekonomisë, që përmes ekonomisë, forcimin e ekonomisë të ketë mirëqenie për krejt njerëzit, pra. Njerëzit kenë vend pune, rrogë të mirë, sepse edhe pse Zvicra njihet si vendi i fortë ose vendi me ekonomi të fortë, prap duhet vazhdu angazhim politik edhe që të vazhdojë të jetë në atë nivel pra siç e njohim. Pastaj është normalisht edhe aspekti liberal që çdo njeri të ketë
të ketë të njëjtën vlerë, pa marrë parasysh në çfarë beson, çfarë orientimi ka ose çfarë prejardhje ka edhe në këtë rast. Kjo është shumë e rëndësishme sepse e dim që Zvicra është e stërmbushur me ardhacak, qofse mund të themi, dhe ka dallime goxha të mëdha që bëhen edhe në Cyri konkretisht. Po bëhet në fakt po bëhet edhe ky debat aktualisht për shkak të kandidaturës time, sepse për herë të parë po kandidon dikush për kryetar të qytetit Zvirit, që ka një prejardhje të huaj ndoshta të huaj në këtë Po, e qartë. Të drejt për drejt edhe në këtë rast, sepse duhet ka pasur kush që ka qenë me gjeneratën e 5-6 me prejardhje diku jashtë, por jo në këtë mënyrë si në rastin tim pra. Dhe ti shikon këtë si plus apo minus? Po tash ka njerëz që shohin si plus, sepse mendojnë që duhet pasqyrimi i shoqënisë zvicrane, shoqënisë Zyrit. Po që nuk është e lehtë. Politik, pra, sepse diku duhet pas parasysh diku rreth gjysma e qytetarëve e banuesve të qytetit të Zyrit kanë prejardhje të huaj, qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë ose jo. Do të thonë, këtë qyteti i Zyrit, njerëzit e qytetit janë kemi diku 160-70 kombe që jetojnë në qytetin e Zyrit. Ne shikojmë edhe si plus. Pastaj normalisht ka edhe njerëz që i pengon ndoshta ky fakt, po është një pakicë e vogël që vazhdon me kultivuar atë idenë raciste ndoshta. Për parim ne shikojmë edhe si plus, duke qenë që kontributi shqiptarëve, sidomos në Cyri, është shumë i madh. Dhe bashkëpunimi me institucionet e zvicerane, besoj se janë dhe shumë krenar ata që i kanë edhe i punësojnë. Në shumë fusha të ndryshme. Edhe në shumë fusha të ndryshme. Po mendon ne flasim gjithmonë ose në të kaluam kemi folur për fushën e sportit, për futbollistët që na bën në kombëtarën zvicerane. Po ka ndërmarrës shkencëtar, njerëz të kulturës e kështu me radhë, që kanë marrë edhe pozita interesante të mira të larta në krejt këto institucione të ndryshme të shtetit ose të shoqënisë. Por besoj që mungon kjo pjesën e aktivitetit në politik, pra. Unë mendoj që duhet me arrit një shoqëni liberale, duhet me arrit deri aty që mos jetë temë që dikush me origjinë të huaj të kandidon, po tjetë krejtësisht normale që çdo qytetar për më parasysh prej nga e ka prejardhjen ta shoh veten si qytetar të barabartë edhe të marrë përgjegjësi politike edhe për vendin e vet ku po jeton. Kundër kandidatin e ke të fortë natyrisht dhe nuk është e lehtë do të që të garosh me të. Cila është pika që mendon se ke punu gjatë, po besoj edhe me pjesën tjetër të stafit, me këshilluesit e tjerë që i ke pas, që në këtë pikë duhet prek për ta mundur natyrisht? Po besoj që kundër kandidati nuk është edhe shumë i fortë, po problemi ndoshta është imi që Partia Socialdemokrate ka qytetin si bastion politik të tyre. Prandaj, domethënë e mobilizon votën e tyre, elektoratin e tyre më lehtë se parti tjera. Megjithatë, jemi ngozhur, domethënë bëhet fjalë për 50% diku. Domethënë do të rezultati do të jetë shumë ngushtë, ndoshta edhe do të shkojmë në një garë të dytë, si puna e ballotazhit siç njihet atje. Besoj që me angazhimin tim deri tash kam treguar që e kam me shumë serioz qytetin tim, zhvillimin e qytetit tim, pra zgjidhjen e problemit financiar të qytetit, që kemi krijuar borxhe pa nevojë në një orë anë, edhe fakti që edhe pse teoria aktuale pra kundër kandidatit tim është me vite në qeveri këtu, në pushtet, me premtimin që do ta zgjidhet problematikën sociale të familjeve, të banimit, problemin e banimit që jetë i pagushëm për qytetarët, sot rezultati është që problemi është rrit madje. Edhe besoj njerëzit po shohin edhe një nevojë të ndryshimit që ta zgjidhin këtë problem ndoshta me program tjetër. Edhe një pyetje kam këtë aspekt. Çfarë raporte keni me kundërkandidatin dhe a ndodh që ta shani njëri tjetrin ju? Si shani ju atje? Jo. Ne e bëjmë debatën përmes projekteve. Normalisht që si cili shfaqe edhe veten promovon profilin e tij personal, po jo të fol keq për tjetrin. Ajo është zgjidhja e qytetarit fundja. Ja të ndihmojmë ne. Ka thënë kundër kandidati për ty, a mos ai është i ardhur, është shqiptar. Ka përdorur këtë fjalë?
Jo, kundër kandidati jo, po mund ndodh që dikush mbrapa ndoshta e shfrytëzon këtë si po mendoj edhe këtu shikoni, edhe këtu nuk është që janë që është gjithçka bardhë. Patjetër. Bën me të senit, por nuk është, domethënë se ideja është unë edhe me kundër kandidatin, sepse edhe ai kandidon për qeveri. Po edhe me parti tjera, partit kundërshtuese në kuvend, sepse këtu asnjë parti nuk ka shumicë absolute në kuvend. Domethënë, unë duhet me bëjë fushatën në atë mënyrë që pëlqesh edhe nga po. Duhet me mund të bashkëpunu me ta. Patjetër. Këtu është esenca. Po jo në atë mënyrë që mos me pas respekt njerëzor. A do ta fitosh garën apo jo? Cilat janë pritshmëritë e përparimit? Absolutisht, është ideja tash në të qeverisë, sepse sistemi është i tillë, domethënë ne kalojmë edhe për qeveria e qytetit zgjidhet drejt për qytetarëve, janë 9 anëtarë të qeverisë. E njëri nga këta 9 anëtarë zgjidhet edhe kryetari pastaj. Kështu që ideja është që të zgjidhem tash në qeveri e pastaj në raundin e dytë të shkojmë drejt për drejt në garë për kryetar. Dhe këto zgjedhje janë vetëm për kantonin aty ku ti jeton, të Cyriut, si janë zgjedhje lokale? Për bashkinë. Për qytetin. Për qytetin. Për bashkinë, po. Si janë ca rregullat të tjera. Po, a zgjedhje në këtë kantonin, për domethënë çdo komunë në qytet i ka zgjedhjet, po unë kandidoj për qytetin e Zëriut, pra. Në fakt kemi një kandidat tjetër shqiptar për kuvend të qytetit, domethënë për asambleë. Po. Në partinë tuaj që drejtoni, ka të tjerë shqiptar aty antar? Po, unë pash kam arrit me mobilizu disa shqiptarë që me kriju një rreth aty, po? Po shpresoj që edhe 1 ose 2 persona të zgjidhen kësaj radhe. Pastaj ka edhe në parti tjera po të shqiptarë. Kështu që edhe aty kemi bashkëpunimin e mirë, domethënë edhe pse spajtohemi ndoshta për shumë pika, por sa i përket komunitetit shqiptar kemi një komunikim të mirë. Do me thënë nëse ti fiton, kabineti yt që do të ndihmojë do të jetë më shumë nga shqiptarët? Ja, nuk është bëja të fokus. Kabinetin do ta kem profesionist. Nëse meriton se ja. Dhe kjo është esenca që do të më u dhën hapësirë atyre që punojnë, e njohin punën dhe s'ka rol nëse është shqiptar, zvicran, irlandez apo ku ta di. Unë po nisa i kam mësoj gjermanishtën Merita dhe më planifikojmë për zëvënës. Ende se ke mësu, i vonshëm je Maksi. Jo, nuk është kur vonë mësu një gjithu. Përparim edhe një pyetje kam. Zvicra i dim që në aspektin financiar qëndron shumë mirë. Harxhoni shumë para për fushat? Po, në fakt, shumë është relative, po këtu politika nuk është profesion, domethënë unë jam në asamblejën komunale aktualisht për shembull, po rroga që është shumë e vogël, domethënë nuk mund të më jetu prej saj, sepse ideja është që mos më qeni varur prej politikës, por unë e kam punën, jam shef i financave në një kompani të mesme, ku e kam rrogën teme dhe jetoj prej saj. Pastaj angazhimi politik është angazhim social, angazhim shtesë, normalisht me një shpërblim financiar. Kështu që edhe fushata, botën madhe, edhe fushata organizohet pra prej shoqënisë civile, prej ndërmarsve e kështu me radhë, prej organizatave ekonomike, edhe kushdo qoftë që është interesuar që më ndodhë këtë ndryshim, edhe unë e financohena prej donacioneve pra, edhe përmes asaj e bërëm fushatën. Pyetja fundit nga ana ime është kjo, familjarët e tu, prindrit, rrethi, çfarë thot për këtë kandidim? Mburren, a? A thanë që po pse ke nisur more djalë? Nana mburret shumë, çdo kjo që e shoh i tregon çdo kujt që jam të mburr. Nana, po edhe baba e kuptoi. Dhe po besoj që kanë arsye për me u mburr. Suksese dhe të prifte mbara. Faleminderit shumë. Turojmë fitoren, pse jo? Patjetër. Gjithë të mirat.